Mirë se vini për jetimet pa shprehuna. Sot kemi nderin me pas si musafir Azdrem Bytyqin, një avokat i cili me punën dhe përkushtimin e tij na ka tregu që sfidat janë mundësi për rritje. Mirë se erdhe Azdrem dhe faleminderit që ndave kohën tënde me nda rukëtimin tënd me neve. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. A ju tha dëgjimin të pamunit dhe zemrat për të qenë falëndërues. To janë fjalët e Allahut në Kur'an. A ki pasti një moment tillë në jetën tënde ku je ndi falëndërues edhe po ashtu të ka ndryshu perceptimi yt për botën? Po, mendoj që fatkeqësitë e mëdha në jetë janë njëkohësisht edhe fatmirësitë të mëdha, të cilat njeriu e kthejnë ka Zoti. Natyrisht që edhe mu më ka ndodhur ndoshta një fatkeqësi e cila mi ka hapë sytë, edhe më ka bo me mendu ma thellë për jo vetëm ekzistencën e Zotit cilën e kam pas brenda vetës gjithmonë, po edhe për kthimin kaj. Në vitin 2012 kam qenë pushime me disa shokë edhe kemi shku, kemi dalë në qytet, në një për qyteteve turke bregdetare edhe një shok u konfliktu me një kurd. Edhe ata kurd ishin pak fisnor, ishin kështu që më njerë për thërshin kusheret, edhe unë nuk e kom ditë as kam qenë pjesë e konfliktit, po e pas që e shoku ishte nxi, edhe më thirë edhe pastaj ata u përleshëm shumë në për qytet, po ishëm numerikisht shumë pak, na 3 vetë ata ishin shumë, me tarmatosur, me stuca, edhe u fotëm një taksi, ju lutëm atij taksit mos më nalshu. Edhe na rrëthun, ai taksi ishte një lloj pick-upi edhe ju lutëm please atij taksistit mos nalshoj, jem shqiptar, ju lutë shumë Zot, ju betoj që mos më nalshu, edhe ai taksisti tu bërtit me ta tu fol turqisht, vetë si i shkeli, edhe na eci. Edhe na i tham me një hotel, ishin një hotel me të njëjtin emër, 2 hotele, i thashun e këtyne shokëve, thash po pi them le të na çon një hotel tjetër, se mund me ardh ata me Alltin nesër jashtin Alltin. Në kokë edhe vjen ai kallxon cilin hotel, edhe ishin 2 hotele Hedef. Atje thash na të na çon te çaj, shumë alar. Po rrugës i than një torë të armatosën me motora për mrapa, i këshin marrë ata armatimin, tash me na vrap kokfort ata kurd, mentalitet shumë fisnor, malsor të organizimit. Po edhe na i panum, hy njaj nër ur, në autostrad, edhe e njef ka i rrugën ai taksisti, edhe i pam dhe më thonë ata 2 motorat duke ecë, kur shkun motorat, tani kjo fot në alan ato, tele pagu me falenderum. Tani në kuptimin, dhe më thonë, masi u qetësova e logjikova që kjo me siguri u konë tërk. Fakti që, dhe më thonë, e rrezikoj jetën e vetë, për neve që na njofti për 5 minuta, edhe s'nalshoj, pa pas as një lloj obligimi. Kur vetë ai ishte rrezikuar prapë më kthyn çat vend punës, çat zonë, thash ky me siguri është turk, edhe nuk na ka lshu, e ka pa që jem shqiptar dhe nuk na ka lshu. Po çka ke interesant është që nesrit mëngjes më thiri nona dhe tha ku je, s'muj ke njerë me ron kontakt, ro për mes dikuj tjetër edhe tha të kum pa në fund detit të fundos, s'kesh kush pështeke. Edhe që aty e kuptova që domethënë kjo është përfundimisht një mrekulli e Zotit, Zoti ka dashur me na pështu, na ka dhënë një mësim të madh në jetë. Domethënë që kjo nuk është mënyra e jetës për çka unë i kum kriju, edhe ndoshta e kum kriju diçka më për më të lartë se sa që kjo. Sa kjo mënyrë ndoshta më thon jetë hedoniste, e çejfeve, dhe frymeve. Edhe tani unë ka dalë kom ndrru. Isha to lexu shumë rreth librave përgjithësi të meditimit në atë kohë, sepse nuk e praktikoja besimin. Edhe lexoja librat meditimit, ishte një periudhë formimit personalitetit në fakultet në vetë dytë, se kisha kryer vitin e dytë. Edhe që e ndikoj që gradualisht mi heq ato farë shprehje e këqija, cilat i ka ndoshta secili i ri në Prishtinë. Edhe gradualisht vendosa, e pash që ndoshta ti nuk e din që ka marrë koha një ditë që kemi nis më fal, po është një farë periudhë që Zoti të përgatit. Edhe unë fillova e pash që po filloj me urrejt këtë jetë. Kam qenë shumë shpesh, domethënë kemi nejt në për diskoteka, unë me një grup shokëve kemi organizuar edhe evente, domethënë për diskoteka. Edhe ajo fundosja në fund detit atje, a pat në lloj kuptimi për ty? Fundosja ke që ti kem, domethënë kesh në prag të vdekjes, edhe Zoti ta dha një shans me jetu. Ta dha edhe një shans edhe do të më kanë falenderues, edhe kuptova mbi të gjitha mesazhet për mua që ti nuk je i krijuar për këtë jetë. Ne mora një mesazh për Zotit që je për diçka më të madhe. Edhe më të lartë, më fisnike. Edhe ndrova, gradualisht fillova me urrejt, edhe për një kur të kthjellohet njeriu me zemër, fillon me urrejt jetën shumë të shtirur, për shembull diskoteka ka një farë je botë të shtirur, kur njerëz
domethënë tentojnë me tregu ato një pjesë e tyre ato ftyrat që s'dojnë mi nxjerr gjatë ditës, dejen, dalin nga vetja, tentojnë me tregu atë farë statusin e tyre social edhe pasuror, në bazë shkallëve që janë aty të zonave vep, domethënë me shit një farë me shit men, apo në bazë pijeve edhe me komporren, edhe esenca por që është domethënë një farë lloj zone që e ushqen shumë hipokrizin, syfatsin, vetlavdimin, që në esencë nuk janë vlera dhe nuk janë virtyte që e ngrisin një njeri, që ki parë, ki shoq aty, e dal me një skenë, vesh është bukur, nuk është esenca e krenarisë, edhe gradualisht me datën 2 janar isha prapë në diskotekë edhe aty mas diskotekës isha me 2 persona, mas diskotekës domethënë veç kom vendos m'ja nis mu fal. Ka qenë një moment interesant në jetën tem, se unë kom hinë dhomë dhe njeriu kur t'i vjen udhëzimi ka disa ndjenja të përzime, dhe domethënë ka sikur çan, lot pendimi, janë lot gëzimi, janë ndjenja të çuditshme, të cilat domethënë sillen në zemrën tonë, në shpirtin ton. Absolut, e kuptova edhe mu shqetësu, domethënë rruga që ky është një obligim, domethënë që ti duhet me zbatu, po më frymëzoi Zoti për me ardhur në momentin për me mendu që e qartë kjo rrugë edhe do të m'ja nis. Po i kisha dilemat e mia në dhomë. Se i kisha dilemat, çu shko me lan këtë jetë, çu shko me lan këto shok, s'kam shok që falen, nuk kam shumë probleme, ishin atër për shembull shoqënia, kishte shumë lloj sjellje të cilat i kisha unë ato dilemat e mia që nashta janë çuditshme edhe me i shpreh. Edhe po mbi të gjitha e qetësojsha veten, e ngushtojesha veten kur i thosha që nëse Zoti ta ka caktu, ai ta lehtëson. Edhe kjo far fjalë e urtë ma qetësoi ke zemrën. Edhe pastaj fillova atë natë për herë të parë me vendos, domethënë me fal Jacin. Kur kom mora vdes në katëret, më tush në katë katërt e kom pa një djalë përballë shtëpisë tem të u fal. Unë i kisha 21 vjet, kur njët nuk e kom pa kërkon aty, një shtëpi e kojshive përballë, ishte mbush me studenta mashkuj. Edhe isha në qatë gjendje shumë tronë emocionale në atë kuptimin të ndjeshme, shumë shpirtnisht isha në një moment shumë të vështirë, shumë ndjenja emocionet përzime, njëkohësisht dashuni, njëkohësisht kisha një farë lloj dëshire të madhe, kisha lot edhe kur e pash ato, e pash që Zoti të më fol, që kjo është shej që se ke pa 21 vjet, kjo është shej që nisëm këtë rrugë, se kjo është rruga cilën unë jam i kënaqur, edhe kim mbështetjen time. Unë e kisha kështu gjymon, e kisha fal më herët, po namazin, një namaz ditor, që e shisha dikon të fal përballë shtëpisë tem. Edhe mora vendimin, edhe pastaj ndryshimi jam ishte mjaft radikal, sepse isha i parë në familjen time, në 2 anë, edhe ka nona dhe ka baba, dhe ishte diçka e re dhe e çuditshme për ta. Po e çuditshme. Po në kuptimin, ndoshta për shkak që kishin, po s'ka qenë për praktikues, edhe ishte diçka e re me fal 5 kohë namaz. Edhe ishte diçka e re marrë me kuptime që unë mos shkoj në diskotekë, ose unë nuk konsumoj alkool, ose diçka të tillë, edhe ishte çudi sidomos për babën tem, që ishte rrinë në qytet, edhe që ishte kështu ma liberal, se nënën ma tradicionale, ma normale, e ka prisë është e fshatit edhe ka dojt, ka pas fetari ma shumë, më thonë ka gjyshja jem edhe ka dojt e nënës, po për shembull ka babi shumë çudi, se në qytet ish rrit, qysh me lan t'i pelen ton këtë jetë, ma bëjke, pilen shoshnin, pilen daljet, adem pilen qefet, qysh tën këto qika, adem tash i kesh ato kuptimet që ti a je normal, më veç njëri jo normal e ban këto. Po në realitet ajo është një nënshtrim i vullnetshëm. Edhe është një nënshtrim që vetëm zemra, fuqia besimit që Zoti e vendos në zemër, është ajo që është shija e fuqishme që njeriu nuk e tërheq më asgjë tjetër. Azdran, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thonë që në trupin ton është një copë mishi, nëse ajo është mirë, krejt trupi është mirë. Edhe padyshim që kjo është zemra. Ti qysh ushqen shpirtin ton me qëndru i mirë apo mirë gjatë këtyne sfidave me cilat ti përballesh vazhdimisht? Në jetë është një rregull, ashtu siç trupi ka obligim çdo herë me u furnizu me ushqim që me pas forcën, edhe mendja ka për nevojë që me pas leximin, edhe zemra ka për nevojë me pas besimin. Natyrisht që edhe leximi është ai i cili e frymëzon zemrën.
Mirë po mendoj që besimi është ushqimi më i mirë për zemrën, sepse besimi është si një lloj burimi i pashtershëm, i cili vazhdimisht buron, edhe i cili e pastron atë farë zemrën e cila ose shpuz që shpesh domethënë prej saj nxjerr edhe papastërti. Na e kemi natyrën tonë njerëzore që jem njerëz, domethënë jem njerëz, jem qenie të dobta, të cilat për nga natyra e kemi natyrshmëri me bo gabime, mirë po besimi është ai i cili vazhdimisht domethënë e përmirëson gjendjen e zemrës. Normalisht që secili varësisht çysh e sheh, por për shembull te njerëz që nuk kanë besim, mundohen për shembull me alkool me i mbosh ato zbrastirat që i ka zemra, që është formë e gabume e të ushqyrit zemrës, kurse besimi është forma më e mirë, se besimi është ai i cili jo vetëm që ta përmirëson edhe zemrën, po edhe trupin edhe mendjen. Është domethënë një farë lloj efekti i përgjithshëm që ndikon te njeriu. Unë nuk kam ndonjë rutinë caktuar, se mbi të gjitha atë na jem qenie që kem mungesa, mirë po në shoh që në moment kur më ka përpara angazhime të mëdha, munona një moment me gjetë, me pas një farë lloj discipline, një farë lloj qetësie, një farë lloj vetmie që më ushqy zemrën, qoftë mendoj përmendje Zotit, qoftë me ndaj lexim e cila e frymëzon edhe zemrën për shkak të përmbajtjes së saj. Domethënë veç ritualit të namazit nuk është që e përdor në vazhdimsi përditshmërinë tone një ritual caktuar me cilën ti nihesh i frymëzuar, energjik gjatë ditës. Po natyrisht që namazi nuk është i vetmi adhurim cilën na e kemi obligim me bo, kemi obligim me bo dhikrin, përmendjen e Zotit. Ndonjëherë edhe me agjëruar, pse ajo tash dorën zemrën nuk është që e kam atë farë virdin ose atë farë praktikën konstante që e kam pas kur jam kon më i ri, më i përkushtuar. Mirë po, mirë po dhe leximi, po dhe edukimi i zemrës. Se mendoj që esenca e besimit është me eduku zemrën, se edukimi i zemrës e mon zemrën në shnush. Pse edukimi i zemrës? Se në realitet fjalë dalin prej zemrës, nuk dalin prej gjuhës, ato vetëm dalin prej gjuhës nga zemra. E mendoj që një prej rutinës cilës po mundona mja përmbajt vetës është që me përmbajt veten, me përmbajt gjuhën, me përmbajt gjykimin ndaj tjerëve, me përmbajt zemrimin, me përmbajt hidhrimin, me tentu mos me mu mirë me njerëz, me tmetat e tyne, që mendoj që është mirësi e Zotit, se nëse na mirëmi me tmetat tona dhe ja mbulojmë tjerëve, Zoti na i mbulon neve. Mendoj që kjo është një rrugë më e mirë e suksesit drejt përmirësimit tënë, edhe fokusimit tënë ato prioritetet edhe ato objektiva cilat ja ke synu vetit në jetë, cilat janë do të më konë më të larta se sa preokupimi me çështjet që ti niveli. Azdran, në jetën e secilit kemi takime që japin drejtim tjetër jetës tonë. A ke pas ti takime të ngjashme që ka qenë ndoshta pikë thyse në jetën tënde? Po, në 2013 kam fillu shumë me lexu literaturë fetare, edhe leximi e biografisë, e cila ka qenë biografia më e përzgjedhur e pejgamberit alayhis salam Muhamedit alayhis salam, ka qenë jashtëzakonisht frymëzuese dhe ndryshuese për mua, sepse aty e kam njohur personalitetin më të ngritur, të cilën Zoti e ka zbrit në tokë, si udhërfys për gjithë njerëzimin, edhe aty, domethënë në çdo aspekt të përshkrimit të jetës së tij, ngjarjeve të tij, sjelljeve të tij, qasjes së tij, politikave të tij, ke gjetë frymëzim, edhe ke gjetë rrugën e duhur, e cila në esencë është edhe moral, përmban edukat, përmban parimësi, vlera, gjitha format asaj që ka i vyn me mu formu një njeri ku më gjetë aty, edhe pa dëshim që nuk ka asnjë dilemë, është modeli më i mirë për secilin njeri, edhe është një farë lloj pasqyre cilën unë mendoj që na duhet vazhdimisht vazhdimisht me lexu, që kur dalim në jetën tona me pas modelin e tij krah neve, që me shiku që kur cilëmi me njerëz, sidomos ndër veprimin me njerëz, po edhe ndër veprimin me Zotin, me shiku se a jemi të i përngjo, a jemi të e pasu. Po natyrisht që edhe njeriu vazhdimisht gjen modele frymëzuese, sidomos për njerëzve të mëdhaj që ka prodhu historia e njerëzimit, sikurse Omeri, Ebu Ubejdi ibn Xherra, domethënë kanë qenë prej sahabive shokëve të pejgamberit sallam që mas shumë të më kanë lënë për impresione, për shkak të cilit edhe djalit madh Omerit ja kam lënë emrin e një sahabiu të madh.
për cilët na ka frymzu, më ka frymzu personalisht, domethënë ajo farë guximi i tij, vendosmëria e tij, drejtësia e tij, pretësia, edhe besnikëria, dhe ai ndryshimi i madh që ndoshta unë në atë farë jetën tëm të vogël e kam gjetë veten, domethënë një ndryshim radikal ku bëj një momenti të një qasje të dhunshme dhe luftuese të besimit, kthehet në një besimtar të fuqishëm i cili nuk pranon as me adhuru brenda shtëpisë së fshetë e erkamit, po thot nëse ju e keni të vërtetën, pse rreni fshehur dhe dilni hapur. Edhe kjo pastaj mu më ka frymzu shumë, edhe karakteri besnik i Ebu Ubejdi ibn Xherrah, sepse ata të cilët frymzojnë ndoshta janë ata të cilët ti ki qef mu kanë edhe mrenda. Janë ajo që ti ki qef ndoshta me pas e fëmia jot. Ose është diçka cilën ti e ki karakteristike, ai e ka pas e ti ki qef për shkak që e gjen veten tonë brenda tij. Për shembull, Ebu Ubejdi ibn Xherrah ka qenë besnik i umetit, edhe mu më ka frymzu sepse mendoj që një prej virtyteve më të mëdha të cilat e karakterizojnë besnikri, burrin është besnikëria. Gjemal Obria tha që mashkulli, burri dhe trimi kanë dallim. Burri është vetëm me pleshnu fare njerëzore, trimi është një djalë i ri i guximshëm, kurse burri është grada më e lartë, ai i cili është bartësi i amanetës, i fjalëve, edhe i besimit, i besnikërisë. Pra, kjo është grada më e lartë. Po natyrisht edhe në kontekstin njerëzor tani aktual, do moralitetin tem dukshëm, kam një shok të cilin e kam shok të afërm, edhe i cili natyrisht që njohja me të më ka sjell mjaft frymëzime, ai është shoku im Fitim Gërguri, i cili natyrisht që shoku është ajo që ka ti ki qef me pa dhe brenda vetes tonë, është edhe pasqyre jotja. Është ajo që ka ti e gjen veten tonë tek ai. Edhe unë mendoj që ai tek unë ka ndikuar shumë për shkak të vlerave të tij, për shkak të virtyteve të tij të larta, formimit të tij mjaft thellë, për shkak të besimit të tij të fuqishëm, që natyrisht me frymëzu, sepse shok do të me qenë sikur diell për njëri tjetrin, pra një lloj ushqimi, një lloj ndriçimi, sepse shoku është ai i cili padyshim që është edhe bashkëtorë joti në rrugën tonë edhe të jetës, po dhe në rrugën botën tjetër. Kështu që është më lërë më tregon me kanë rreth tregoj çfarëje, pra është në realitet ajo që unë kam gjetë për një shok të vërtet, edhe shok të vlerave dhe të virtyteve dhe të amaneteve, edhe mendoj që është një mirësi e madhe prej Zotit. Azran, a mendon që veprimet e tua e formojnë jetën tone, apo e formsojnë jetën tone, po gjithsesi që kanë me ta ndikua dhe jetën në komunitet, me qenë se edhe vetë profesioni jot është si avokat. Ç'a mendon? Mendoj që veprimet janë produkt i bindjeve dhe mendimeve të brendshme, por mbi gjitha është gjendjes së brendshme shpirtërore që ti e ke. Ato reflektojnë, po veprimi është pasqyra jashtme të brendshmës tone. Po, mendoj që po parimisht, pse? Sepse njeriu i tillë çfarë flet, i tillë është, i tillë çfarë vepron, i tillë është. Lëre të flas do të zbulohet. Pra esenca e brendësisë njeriu mundet më gjyku nga veprimet e tij, jo nga gjendja e brendshme, sepse njeriu nuk e ka kapacitetin për me gjyku njeriu që ka brenda. Unë çka mundohem në jetën tëme është që me pas vlera edhe qëndrime parimore. Se mendoj që ato që ka do të me dalu njeriu edhe që respektohet edhe nga ata që janë si ti është ti me pas parimësi. Në rast se beson në Zot, me tentu m'ju përmbajt. Në rast se beson disa vlera me luftu për ato vlera, edhe nëse 1000 vetë shajnë, edhe nëse 1 milion vetë shajnë. Pra, parimësia do të më kanë thelb i ndërtimit të personalitetit, sepse nëse ti ki parime në profesion, në familje, në shoqni, me njerëz zakonshëm, në realitet parimësia është pasqyra është ai farë dielli jot, është ajo që ka ti rezonon jashtë vetes tonë. Unë këto kam tentu edhe mendoj që në profesion ja kam arrit. Normal që kem pas sfida që do të me luftu, sepse profesioni avokatit është profesion luftës, ku ti e luftë vazhdimisht, ki kundërshti vazhdimshëm me prokurorin, me akuzën, me palën tjetër kundërshtare, mirë po ki qëndrime parimore. Deri sot kjo më ka ndihmu shumë që të paktën me pas një lloj vlerësimi pozitiv, që dhe më thonë që ato parime mos me i tradhtue bindjet e mia dhe mos me i tradhtue amanetet cilat i ka marrë. Nëse unë ka marrë në amanetin një çështje me gjyku, ose me trajtu, ose me përfacu, mos me tradhtu. Mu kam besnik, mi a dhonë hakun profesionalisht edhe me luftu dhe në fund. Që dhe më pavarësisht se kur del në rrugë. Mendoj që kjo është ndërtimi më i rëndësishëm, se mendoj që njeriu është esenca e ndërtimit në shoqëni shëndosh. Më rëndësishëm është me formu njeriun moralisht,
pasanej me formu qytetrimin, se njerëz me vlera morale formojnë qytetrim, fabrika, universitete, do më thonë shtete, shkolla, arsimim, e tjerë. Njeriu është esenca gjithçkafit. Në rast se kështu tentoj me ndërtu modelet tona sociale, padyshim që shoqënia do të përmirësohet, sepse njeriu reflekton edhe në jashtëmën, edhe në çdo pozicion cilën e ka, edhe në çdo institucion cilën, edhe në çdo menaxhim cilën e ka, reflekton nga e brendshmja e tij. Sartre thot që njerëzit nuk janë produkt i kushteve, po janë produkt i vendimeve që marrin. Qysh mujna me kriju mundësinë për rritje dhe mirëqenje, edhe kur kushtet e jashtme janë të vështira? Unë pajtohem me këtë thënie. Për të ilustruar me një shembull, djali i Nuhit alayhis salam ka jetuar në shtëpinë e tij në thirrësit më të madh për 950 vjet se ka pranuar thirrjen e tij. Faroni ka jetuar me gruan e tij, e cila ka pranuar thirrjen e Musës, edhe pse ka jetuar në shtëpinë e tiranit më të madh. Që do thotë nuk janë rrethonat ato të cilat janë përcaktuese për vendimet tua, po janë vendimet tua që janë përcaktuese për rrugtimin tënd. Edhe unë mendoj që njeriu në çdo hapësirë ka mundësi me zgjedh vendimin e tij për me zgjedh rrugtimin. Zakonisht njerëz të cilët janë pesimist, njerëz të cilët kanë mendësi disfatiste, që janë të friksuar, gjithmonë mundohen me arsyetu me të jashtëmen për mos me marrë vendime të drejta të guximshme. Për shembull, janë rrethonat, friksohen, nuk janë kushtet, po gjithmonë ata që guxojnë, ata që sikëshyrin rrethonat bëjnë revolucione, bëjnë ndryshime. Kjo mund të marrë për njeriu, do më thonë, me shiku në familjen, është ta dhone, me i vetë 20 vetë atë në familje tem, a bënë në më bo fetar, nështë me dhonë përgjigje shumica këshin thonë atë ko ju, ta shkritojnë po, por në atë ko këshin thonë ju, po esenca është që ti merr vendim për veten tënde. 98-99 nështë ta mengu një pjesë të popullit që kanë pas këtë mendësi disfatiste, të friksimit, e të lëvizjes pacifiste, kishin thonë kur mos më çu kundër Serbisë, fuqia 4 në botë, s'ka thonë Amerika, s'po thot Ibrahim Rugova, po ata njerëz që e kanë do mendjen, e kanë prej mendjen edhe vendimin që me dek për këtë vend, ata e nisën, nuk i kanë prit tjerë, nuk i kanë prit çka po thot krejt populli. Kanë dalë, kanë paraprije, kanë bërë ndryshimin, e kanë bërë revolucionin, e cila e ka përru pastaj, e kanë bërë atë belon e madhe, edhe derdhin e gjakut që pastaj ka nxitë edhe natën për me na ndihmu edhe sa jemi të lirë. Pra gjithmonë revolucionet i bëjnë njerëz, ndryshimet e mëdha bëhen nga brenda. Njeriu do të me marr vendime të drejta, edhe mos me shiku që a dënona, a kom pasoja politike, a kom pasoja familjare, a kom pasoja ekonomike, do të me mendu a jam në të drejtën. Sepse njeriu mendoj që do të më friksu vetëm drejtësisë. Pse njeriu do të më friksu Zotit, më friksu gabimeve të veta. Gabimet e tua trajtojnë rrugën tënde, krimet e tua trajtojnë rrugën tënde, edhe nëse si friksohesh Zotit, do të thonë nuk i friksohesh me bëu ato çka ai nuk është i kënaqur. Në këtë rast duhet me qenë drejt, edhe me gjyku që a është kjo përputhje me vlerat e mia, a është përputhje me rrugtimin tim dhe është e drejtë. Pajtona plotësisht, edhe mendoj që kjo zakonisht është ajo e cila e bojnë vetëm njerëz të ngritur, njerëz të guximshëm, njerëz të vendosur, të cilët i frymëzojnë masat. Ta janë masat të cilat i pasojnë këto modele. Nëse në shoqëni do të kemi vazhdimisht modele desfatiste, modele të kështu të friksume, asnjëherë nuk do të mund të bëshin asnjë ndryshim, sepse gjithmonë shoqënia edhe individi vazhdimisht ka ballafaqim. Mirë, po vetëm konsistenca dhe rezistenca është ajo që ka bën njerin fuqishme. Thot lufta ndaj fitoria e shkëmbimeve ndaj valëve të detit nuk është për shkak të fuqisë tyne, po për shkak rezistencës, pra për shkak konsistencës në rezistencë. Mendoj që njeriu në ato çka është i vendosur do të më kanë sikur një shkëmb. Ajo që nuk të vret, të bën më të fortë, ka thonë Nietzsche. Qysh mundemi me shfrytzu përvojat ngjashme për me u rritë e me u forcu? A mundesh me nda ndonjë ngjarje kur një vështirësi e madhe të ka bë me u rrit më shumë e me u zhvillu si një person? Pajtohem me këtë thënie, mendoj që çdo fatkeqësi e ka mirësinë e saj. Smundja është kriju pikërisht për të shiju mirësinë e shëndetit. Mendoj që në jetë në përgjithësi, njeriu ka shumë sfida, dhe ato sfida vazhdimisht ose e kalisin ose e dorëzojnë.
Po Zoti nuk e ka kriju njeriun që dorëzohet, sepse njeriu dorëzohet vetëm momentin kur vdes. Atëherë i përfundon misioni i tij dorëzimit, i cili është mision që nuk e përcakton ai mirë, po zgjedhje e Zotit. Përderisa ato sprova Zoti i ka kriju për njeriun, kjo nuk kupton që padyshim që sprovat kalojnë, sepse me të vërtet me sprovën vjen edhe lehtësimi. Pra lehtësimi do të vijë ndërsa njeriu është në test, mirë po jo në është si të sillemi gjatë testit. Edukata në sprovë mendoj që është e domosdoshme për njeriu, sepse njeriu pikërisht aty është momentin më ndjeshëm të vetes vet, ku i shtron shumë pyetje, që pse u merr kjo smundje, pse u merr kjo vujtje, pse u merr ky ngushtim, pse u merr ky pushtim, pse u merr kjo varfëni, pse u merr ky nënçmim, kjo pse mu largun shokët, pse mu ftof dikush i familjes. Esenca është që njeriu duhet vetëm të sillet me qetësi, edhe pastaj me kohën do ta kuptoj ndoshta edhe mirësinë e saj, po ndoshta do ta gjej përgjigjen brenda vetes vet. Se natyrisht që ato padyshim që ato sprova që njeriu nuk e vrasin, ato e bojnë më të fortë. Edhe kjo është tregues edhe një rregull që thotë kohët e vështira prodhojnë burra të fortë, pra vështirësitë. Burra të fortë, kohë të mira, burra dop, kohë të vështira. Pra është një cikël i domosdoshëm i cili e karakterizon në shoqërinë, rrjedhimisht e karakterizon edhe njeriu. Njeriu sa më shumë që ka vështirësi, mendoj që njëkohësisht aq më shumë është nën testimin e Zotit, është duke u sprovu, por njëkohësisht tregon që është një luftar, është një person i cili në një fazë jetë të tij ka luftuar për diçka. Pra nëse ka armiq, ka kundërshtim, ka luftim, ka luftuar për diçka. E mendoj që na e kemi për obligim që me luftu në ato që ka besojmë që është e drejtë. Me luftu për drejtësi, kudo që jemi, me kanë të mirë kudo që jemi. Pra esenca e njeriut është me përmirësu gjendjen e qenies njerëzore në vazhdimsi. Dhe si përfundim, do më thonë, duhet me ditë që e mira dhe e keqja janë nocionet abstrakte, po që njeriu i gjen brenda vetes vet. Edhe në rast se sprovohet në situata të caktuara, mësimin cilën e ka marrë duhet vetëm i mençur e zbaton. Ai i cili nuk e ka kuptuar nuk e ka kuptuar mësimin e asaj fatkeqësie, asaj grupe, ai nuk është njeri i mençur, sepse njeri i mençur nuk bën dy herë në njëjtin grup, po mëson nga gabimet e veta. Po njeriu i mençur mendoj që më mirë me mësoj gabimeve tuaja se të veta, sepse njeriu nuk ka mundësi të jetën e vet me bë gabimet e të gjithëve, sepse nuk e ka jetën qatë gjatë, po mundet me mësu pi gabimeve të gjithëve, edhe mu reduktu në jetën e tij. Edhe mendoj që përvojat më të fuqishme janë ato të cilat i ndjejmë, pavarësisht që ne mund të lexojmë, mund të diskutojmë. Ndjeshmëria është ajo e cila e bën njeriu më të fuqishëm në rast se është provu. Po gjithmonë duhet të pa që kjo është një mirësi, është një mirësi prej Zotit që edhe nëse është fatkeqësi është mirësi. Për shembull, ne kam pas nanën në smut, mënyrë kam ngushëllu, ka pas mamët i kancer. O caktemizo, o sprov, ndoshta është pastrim për ty. Do të me mu sill mirë. Sepse tash jenë momentin kur sjellja jote është përcaktuese për statusin tënd te Zoti. Dëshiron Zoti me të pastru dhe me të fal prej kësaj smundje. Ç'është edhe vdekja? Do të më pajtu njeriu ndoshta ka me pas vështirësi në jetë kur e mendon që i des vllai, me dëshoku, bashortja, fëmiu. Mirë po, çat vështirësi në jetë çush mundet me kalu vetëm me kuptime të sakta. Kur e din që të Zotit jem, ai e merr edhe kur don e bjen, e ki dhurat. Unë i kam 2 fëmijë, i kam dhurat. Mirë po raporti jam ndaj tyre është një raport i dhuratës që unë e shijoj, tentoj me nda kohën, po që se po konsideroj temën sepse unë nuk e posedoj shpirtin. Edhe gjithmonë në veten time di që janë krijesa të Zotit. Zoti i ka pru, mi ka dhënë më kënaq, i rrit çat sa don, edhe dikur i merr. Kuptimi i drejtë e bën që njeriu edhe karshi vështirësive, edhe karshi atyne fatkeqësive që e godasin jetë, me pas një domethënë një gjendje të qëndrueshme. Sigurisht ati që i kanë vdek fëmijët, që ka thënë Zoti ti jam ndaj do të kthehemi. Pra në momentin e fatkeqësisë ka bo durim. E mendoj që këto kuptime duhet me karakterizu secilin prej njerëzve në rast nëse dëshiron që mi kalu ma lehtë vështirësitë, cilat ka mu ballafaqu në jetë, e cilat mendoj që janë të përditshme. Unë vazhdimisht e kom kuptu që njeriu, Zoti mas shumë të që e ka ndërru njeriu është që ja ka dhënë fjalë. Fjala është ajo që e ka ngrit njeriu edhe që e dallon nga tjetri. Fjala është ajo e cila Zoti përmes fjalës e ka udhëzuar njeriu, ja ka zbrit profetëve shpallit edhe ata kanë përhap njeriu. Edhe unë kam tentuar që këtë mirësi të Zotit që me kanë njerëz me shfrytëzu.
Se mendoj që esenca më e madhe që mundet me ndërru një njeri nuk është një ndihmë materiale, është pikërisht fjala, është fjala ajo e cila një ngërç të brendshëm që në njeri mundet me pas brenda shpirtit vet mundet me zgjidh. Unë kom pas gëzime shumë, po për gëzim më të madh është kur shokët e mi e bo besimtar. Kur fjala jem është bo sebeb që ata me ju kthy besimit. Se mendoj që njeriu përvarësisht që sfiton asgjë në këtë botë për botën tjetër, padyshim sepse Zoti ka premtuar shpërblimin për ata që bëjnë punë të mira, aq më shumë që bën sebeb që një njeriu që bën punë të këqija mu kthy në rrugë të Zotit dhe me bë punë të mira, megjithash një knasi shpirtënore, se njeriu kur e ka të mirën brenda don t'ia ndaj me të tjerë. E ai nuk mund ta marrë me zor dhe t'ia fut në zemër, po është ajo çka gëzohet më shumti. Se ndryshimi i njeriut është esenca, nuk është ndryshimi i gjendjes materiale, nuk është ndryshimi, mund të them, bosh i famshëm, se të thash njerëz e budallën po të famshëm për një natë TikTok. Po esenca është që me ndryshu njeriu. Në aty gëzimi jam ka qenë më i madh. Tash punë tjera nuk është që më bën mend, sepse mendoj që njeriu duhet me pas parim në jetë që me tentu çdo moment me bëu punë të mira, edhe mi gjumë mrapa si thes, edhe mos më mirë me to që mos më kam pengesë në rrugën tënde. Po mendoj që ajo është esenca e krijimit, edhe është esenca e kuptimit të njeriu të ngarë me vetveten, edhe me jetën, edhe me vdekjen, sepse ajo farkoha e jon drejt vdekjes po afrohet. Edhe TikToku punon kundër neve çdo ditë kur na shtohet një ditë, na zbakohet një ditë jete. Kështu që mendoj që ky do të më qenë një kuptim që unë tentoj t'ja vetes tem edhe ta shfrytëzoj çdo mundësi. Që ndoshta në rrugë ta përmend Zotin, ndoshta dikujt t'jap një buzëqeshje, ndoshta dikujt t'jap një këshill, dikush e kërkon një mendim t'jap, dikujt t'ja zgjas dorën. Domethënë tentojmë bëjmë vepra të vazhdueshme, të vogla, të pandalshme që në atë gjendje na gjej vdekja. Mendoj që ky është kuptimi që un kam tentuar me pas në jetën tem, edhe kjo pak a shumë e karakterizon edhe aktivizmin tem. Se në vërtetë që një avokat kam qenë gjithmonë vullnetar, kam qenë aktivist qysh, po thome diskotekën e kom shfrytzu para 15 vjetëve që me bo organizime mënajtare, me mbledh holla, me i qunë krush. Domethënë, ai aktivizmi është që është pikërisht ajo që ti ju jep tjerëve është esenca jote. Nuk është ajo që ti fito për vete, se ti nëse ti fito për vete ishti në xhep, i han, ajo ki me kalu, çdo ditë ki me hongër, por nuk është esenca që ty dallo si qenje. Qenje është pikërisht çaj shpirti jot që ti e ndon me tjerë. E unë mendoj që kjo është mirësia më e madhe që mundet m'ia dhon Zoti njeriut kur mas pari jep kuptimin, pastaj jep udhëzimin, edhe me këto dyja njeriu bën vazhdimisht tenton me bëu punë të mira kudo që është, në çfarëdo lloj mekanizmi të punës, të angazhimit i social, kulturor, politik, fetar etj. Pra që kjo do të me për mua është esenca e vet pikpamjeve të mia për ndihmën e tjerëve në vendin tim. Çdo rrugtim i njeriut është i veçantë, donse i mbushur me sfida, mirë po aty lindin mësimet më të fuqishme për me ecë përpara. Ju falenderit që na dëgjuat, bashkëshihemi në edicionin e radhës, miru pafshim, Zoti ju bekoft.